Igli bën gjëmën produksionit të Big Brother VIP, jashtë çfarë ndodhi formatit pas daljes së Iglit. Pas largimit të Iglit nga Big Brother VIP Albania, produksioni duket se është në një luftë të hapur tashmë me Igli Takon. Kjo e fundit që pas daljes së saj nga Big Brother VIP duket se ka pasur një rënje të ndjekjes së Big Brotherit, e këtë e kanë diskutuar edhe vetë banorët, teksa ju është tërhequr vëmendja nga produksioni. Pas largimit të Iglit nga shtëpia Big Brother, ajo ka rënë në heshtje, teksa në një bisedë mes Gjestit dhe Rizartës, ishte Gjesti që u shpreh se nuk do bëj sen pasi ka shkuar Igli dhe jam në gjumë. Edhe pse këngëtari është munduar që t'i largohet bisedës së Iglit, ai ka treguar ndjenjat për të dhe se shtëpia ka rënë në qetësi. E jo vetëm kaq, pasi kjo situatë e papritur për produksionin duket se po ndikon edhe në ndjekësit jashtë. Sipas të dhënave nga rrjetet sociale, videot e publikuara në Instagram, të cilët arrinin më parë nga 300.000 deri në 1 milion shikime, tani kanë një mesatare prej 70 deri në 80.000 shikimesh. Kjo rënje drastike, siç shihet, tregon ndikimin që Igli kishte te publiku dhe sa e rëndësishme ishte prania e saj në shtëpi për ndjekësit e formatit. Disa fansa dhe ndjekës të programit po aludojnë se kjo është edhe një arsye pse ka edhe një teori për rikthimin e Iglit në lojë që po përflitet ditëve të fundit, ndërsa të tjerë shohin këtë një provë të qartë se publiku e ka konsideruar largimin e saj një humbje për spektaklin. Kjo edhe pasi vetëm në 2 ditë në largimit të Iglit, Instagrami i saj u mbush me mbi 130.000 ndjekës ekstra. E duket se Igli, e cila nuk është shfaqur as pak këto ditë të para të daljes nga shtëpia, më së fundmi është parë të hakmerret ndaj produksionit të Big Brotherit. Ajo e ka hequr Big Brother VIP nga ndjekësit e saj, teksa kjo gjë ka rënë në sy të fansave të saj. Nga ana tjetër bëhet me dije se Igli ndodhet në Palas në ditët e para të qëndrimit pas Big Brother VIP dhe ka vendosur që të mos shfaqet askund derisa të qetësohet.